Prej disa ditësh, punime për përfundimin në total të projektit për rehabilitimin e lulishtes te kali i Trojës janë ndërprer. Firma e cila ka zbatuar projektin në fjalë e ka lënë punën e papërfunduar, ku sipas pensionistëve që çdo ditë kalojnë kohën në këtë vend, e ka kthyer këtë lulishte në një gjendje më të keqe se ç'ishte më parë. Pensionistët tregojnë se më parë aty kishte stola, ndërsa sot këto stola janë hequr. Sipas tyre, pjesa më e konsiderueshme e lulishtes është betonizuar. Ata që çdo ditë qëndrojnë aty thonë se ky ambient është pushtuar edhe nga mbeturinat e shumta, të cilat janë hedhur kudo, duke e kthyer në një zonë të ndotur. Firma sipas tyre nuk ka realizuar as ndryshimin me kabllot elektrik që i ka lënë sheshit. Se përse ka ndodhur këto vonesa, qytetarët e Vlorës thonë se nuk kanë asnjë informacion, teksa ata shprehen pesimist se ky projekt do të përfundojë ndonjëherë dhe lulishtja do të kthehet në normalitet. I bërë stolat tur ikën. Po barove ka i bërë stolat, i gjithë stolat. Po një bajzë, jemi gjithë pensionistë. Ka në gjendje të mjerueshme prapë. Mos e diskutoj këtu as tere kolegëve nuk është, këtu arma lekë gjithë. Tere kolegëve. Si ishte si është sot? Më mirë ishte apo? Se kitë më mirë kishte stolat kurrë, as s'ke as kurrë as kubër. Po sa një lloj ma pas ta beton. Bre ta përfundojnë? Kur bosa burr. Çu do ta lëm thua? Bosa burr. Lu ma që mori lekë, lu ishte para pa muzika pas. Po pse po pensionistë jemi ne? Jemi pensionistë, ku do të ndajmë aty? Lokal? Çfarë? Se po flasur jashtë edukat. Kaloni dhe kohën këtu, kaloni. Po na si ku do rrim? Jera firmos, çko të pislëqe, çko ça pislëqe vetëm. As vin njeri, as bëhet njeri. Ndërkohë, edhe stola. Stola ishin vlla. Edhe i hoqën, çka ku i çon? Mbaroi si projekt, kjo është shpresë. Po gjallë bot jo, çfarë shpresë. Ku ka ashtu? Edhe ishte më mirë atëherë vlla, ç'a bundi? Edhe është për kot projekt. Po kotë, ç'a? 60 milion lek janë akorduar për një prej firmave ndërtuese, e cila është marrë me rehabilitimin e lulishtes te kali i Trojës. Për të gjithë ata të cilët e njohin këtë vend, dallimi nga sa ishte më parë është minimal. Momentalisht në të është rehabilituar vetëm territori, i cili është betonizuar, ndarë në hapësira dhe në të janë vendosur pllaka prej betoni. Puna e kryer deri më tani nuk e justifikon as pak vlerën e akorduar të projektit. Firma duhet të përfundojë sa më parë këtë projekt, teksa duhet ta zbatojë atë me pikëmëri, siç është parashikuar në idenë fillestare.